Jemi zhvendosur zonja dhe zotri në këndin e të ftuarit, zhvillohen zgjedhjet e pjesëshme lokale në 5 bashki të vendit. Ne do të zhvillojmë një bised me ish-kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, një nga njohësit më të mirë të ligjeve elektorale në Shqipëri. Lejoni t'ju prezantoj. Bisedën do ta zhvilloj me zotin Kristaj Kume. Kume, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se vini. Edhe faleminderit që pranuat bisedën, se e dim që sot keni një ditë të ngjeshur sa i takon interesit që ka media për të biseduar me ju. Zoti Kume, më lejoni t'ju pyes tani me perceptimi ullët i qytetarëve sa i takon proceseve zgjedhore në Shqipëri. 10 qindra krime elektorale të denoncuara nga opozita, jo vetëm publikisht, por edhe në institucionet përkatëse. Së fundmi u publikua dhe raporti i OSBE-ODIR-it ku nënvizoheshin edhe aty problematikat dhe sugjerimet përkatëse, pritshmëritë që keni nga procesi i sotëm. Së pari, unë do thoshja që kur i referohemi proceseve zgjedhore të kaluara deri sot dhe asaj se si ata janë vlerësuar në kuptimin e plotësimit të kërkesave të ligjit, zbatimit të asaj që ka kërkojnë dokumentat ndërkombëtar për zgjedhje demokratike, është pak ose duhet të tregojmë pak të kujdesshëm dhe mos të shprehemi procese zgjedhore të cilët kanë qenë të mbi ngarkuara me krime zgjedhore. Procese zgjedhore, po, të cilat nuk kanë arritur të plotësojnë standardet e kërkuara për zgjedhje demokratike. Kjo do të ishte më korrekte për ta thënë, dhe pas kësaj ajo që është po kaq e rëndësishme, evidentimi i faktorëve. Denoncime të opozitës. Jo, nuk e kam fjalën për ju. Në përgjithësi përdoret një shprehje e tillë. Jo për ju, në përgjithësi përdoret një shprehje e tillë dhe unë nuk jam për këtë gjë, sepse krimi është pastaj objekt i organeve ligjzbatuese, i gjyqësorit, i cili duhet t'i vërtetojë dhe t'i japi pastaj edhe atë çka meritojnë ata që kanë konsumuar nëse provohet si e tillë. Kurse ajo me të cilët janë të mbi ngarkuar proceset tona zgjedhore, janë me sjellje të aktorëve pjesëmarrës në proces, dhe këtu kam parasysh administratën zgjedhore, partitë politike, qytetarin po ashtu, dhe gjithë së bashku janë të kanë bërë që proceset zgjedhore tonë të jenë të mbi ngarkuar me fenomene, me sjellje të cilat bien ndesh me ato çka duhet të karakterizojnë një proces zgjedhor demokratik. E shoqëruar kjo pastaj mëtej edhe me reagimin e munguar në rastet më të mira për ta quajtur si të tillë, atyre të cilët kanë përgjegjësinë për të mirë rregulluar gjithçka, çka duhet të bërë për të patur procese zgjedhore më të parafruar me standardet ndërkombëtare, që është puna që bëhet në përgatitjen e legjislacionit zgjedhor, por edhe me kulturën e munguar për të zbatuar atë çka neve bien dakord dhe shkruajmë në ligj. Duke qenë se ne jemi në kushtet kur si shoqëri në përgjithësi, akoma nuk kemi arritur që të formojmë kapacitetet e nevojshme për të realizuar një proces të tillë zgjedhor dhe për të vlerësuar pastaj edhe nga ata të cilët ne ja u kemi dhënë të drejtën që të na vlerësojnë, siç janë vëzhguesit ndërkombëtar dhe organizmat ndërkombëtare që përfshihen në proceset zgjedhore, në vëzhgimin dhe monitorimin e proceseve zgjedhore, duke qenë se jemi të tillë. Për mua, çdo proces zgjedhor, cili do qoftë ai, proces zgjedhor politik ose jo, pra për Kuvendin e Shqipërisë apo për organet e qeverisjes vendore, proces zgjedhor i pjesshëm, siç është ky i kësaj të dielë që është duke zhvilluar apo jo, të jemi syçelur për atë se çfarë bëjnë dhe çfarë konsumojnë të gjithë aktorët pjesëmarrës në një proces zgjedhor në plotësim të asaj çka kemi përcaktuar në ligjin zgjedhor. Kjo është në terma, të thosha unë, duket si terma shumë të përgjithshme, por që në fakt është në termin e gjës të asaj konkretes që pritet dhe duhet të bëhet në çdo
proces zgjedhje qoftë zgjedhje për deputet, ashtu dhe zgjedhje për kryetar bashkie ose për këshilla bashkia, ose zgjedhje të pjesëve si që janë këto, që janë duke u zhvilluar sot. Po që se do t'i referojmë pastaj të veçantës që ka ky proces zgjedhor i kësaj të diele. Për mua, është e rëndësishme të theksoj një moment i cili nuk ka pse të na dalin nga vëmendja. Fakti që ndryshe nga të gjithë proceset e mëparshme zgjedhore, kësaj radhe janë duke u përballur në garën zgjedhore, jo më subjektet politike, pra jo më dy krahët e politikës, jo partitë ndryshme politike, por në një krah është një parti politike që është Partia Socialiste, Partia Mashtrancës, dhe nga krahu tjetër janë të pavarurit që do të thotë janë përfaqësues të qytetarëve. Pra në garën zgjedhore janë qytetarë të mbështetur pastaj, sipas deklaratave të bëra nga partitë politike të opozitës dhe Partia Socialiste nga ana tjetër. E kjo është diçka ndryshe në të gjithë proceset e tjera zgjedhore, ashtu sikurse unë pritja që ky ndryshim shumë i rëndësishëm të sillte edhe një sjellje ndryshe nga ajo e deri sotmja nga partitë politike në veçanti, theksoj këtë, jo nga partitë tradicionale politike, por nga partitë e reja politike. Kujtoj se zgjedhjet e majit të këtij viti janë paraprirë nga një aktivitet i dëndur politik, shumë intensiv politik i partive të reja, të cilat deklaronin se po hynin në garën zgjedhore, jo për interesat e atyre të cilët ishin marrë përsipër dhe ishin formësuar këto si subjekte politike, pra partitë politike, po për interesat e qytetarëve. Pra ishin zëdhënëse qytetarët, do garonin në emër të qytetarëve, do garonin në emër të interesit të qytetarëve. Nuk ka rëndësi se çfarë bën dhe sa arritën në zgjedhjet e majit, por ka shumë rëndësi të evidentojmë për mua ajo çka bën, si u sollën në plotësim të kësaj deklarate të këtij qëndrimi të tyre të kahershëm në këtë proces zgjedhor. Referojuni asaj çka ndodhi në fushatën zgjedhore, ose gjatë këtij muaji fundit në këto 5 bashki ku sot po zhvillohen zgjedhjet. A di të më thuash, e nderuar, nëse televizioni tuaj ka dhënë ndonjë kronik gjatë asaj kohe në të cilën të pasyronte, pra të pasyronte atë çka konkretisht ishin duke bërë partitë politike të opozitës në plotësim të asaj që deklaruan të gjitha, përveç njërës, apo përveç partisë Shqipëria bëhet, e cila tha, unë jam më vete, do garojmë më vete, të gjithë tjerët pasaj tha që ne nuk do garojmë, por ne do mbështesim. Do mbështesim qytetarin, pra do mbështesim të pavarurin. Më thuaj, a keni dhe keni patur mundësi që të pasqyroni ndonjë aktivitet i cili të tregonte se si konkretisht ishte duke u realizuar, duke punuar partitë politike në funksion të këtij qëndrimi të tyre? Unë nuk di të paktën, pase kam gabim, po aq sa ndjekun media audiovizive, nuk di që të ketë patur ndonjë rast të tillë, pra janë deklaruar, por nuk janë aktivizuar. Dhe këtë që nuk janë aktivizuar, unë e kërkoj kryesisht dhe në veçanti nga partitë e reja politike të cilat kishin dhe mundësi që të ndodheshin edhe krah kandidatit pavarur, ndryshe nga ajo çka mund të ndodhte me partitë tradicionale, me Partinë Demokratike për shembull, e cila absolutisht për mua në mënyrën se si u soll ndaj deklaratës që bëri, ndaj qëndrimit që ajo mbajti, për këtë që ne do të mbështesim kandidatë e pavarur, u kujdes po ashtu që të mos mbivendosej me atë çka do të bënte kandidati i pavarur. Por gjithçka ta bënte, si më thënë, underground. Është një proces zgjedhor i cili nuk ka shumë rëndësi për produktin që do të sjelli për këto 5 bashki, sepse do kemi një të zgjedhur që në linjat kryesore dihet edhe se kujt do t'i përkasin, në paktën duke referuar asaj çka ka ndodhur deri sot dhe si është zhvilluar deri sot gjithçkaja që na shpihen në ditën e zgjedhjeve të sotme, nuk ka rëndësi shumë kjo, por ka rëndësi shumë ajo tjetra që ky proces zgjedhor krijoi, ishte një mundësi shumë e mirë, e mbeti e pashfrytëzuar për të treguar se si duhet punohet dhe çfarë mund të sjellë një punë e tillë me qytetarin, për ta bërë qytetarin jo pjesëmarrës vetëm nëpërmjet
votimit në procesin zgjedhor, po si pjesëmarrës nëpërmjet garimit në procesin zgjedhor si subjekt shumë i rëndësishëm, të cilën unë kam patur ndjesinë se zhvillimet e kohëve të fundit, këtyre viteve të fundit, politike, ekonomike dhe sociale tek ne, kishin njizur kushtet, kishin krijuar kushtet për ta kthyer në qytetarin, për t'i dhënë qytetarit edhe këtë dimension të ri sjelljeje krah asaj çka duhet të bëhet në kuadër të mirë funksionimit të demokracisë përfaqësuese. Kjo ka qenë dhe arsyeja pse ndër të tjera unë kam pas propozuar, sot ky propozim vazhdon të jetë në Kuvendin e Shqipërisë që qytetarëve si subjekte që kushtetuta e Republikës tonë ju njeh të njëjtët të drejtë me partitë politike për të qenë subjekte elektorale, pra për të propozuar ata kandidatë dhe jo kështu siç e ka kodi zgjedhor pastaj që mund të propozojnë vetëm një kandidat pavarur, po të propozonin lista kandidatësh, mendoja se janë gjizur si kushtet kur qytetari do donte që ta bënte një që të tillë, por dhe rasti më i mirë ishte kjo provë që mund të bëhej tashmë në qoftë se do të kishin partitë e reja politike. Edhe jo vetëm, edhe shoqatat po ashtu do të kishin bërë të mundur që qytetarët ta ndjenin që kishin një mbështetje të tillë dhe do të mund ta realizonin në mënyrën më të mirë të mundshme provën e parë për të parë nëse vërtet jemi në kushtet kur jo gjithçka duhet ta lëmë tek partitë politike, pra jo çdo garë duhet ta bëjmë duke hyrë në ombrellën e një partie politike, por garën qytetarët mund ta bëjnë edhe vetë, të grupuarat e vetë për t'u kundërvënë pastaj asaj që deri sot, kudo që të pyesësh sot, të thotë që, ore, a janë partitë politike ato që mendojnë për ne? Jo, si janë për ne. Pastaj bëhet pyetja, po kush duhet mendoj? Duhet mendojmë ne. Po si duhet mendojmë ne? Tu vjet pikë pyetja e madhe dhe prova që mund të bëhej për të treguar se si ishin këto zgjedhje të cilat nuk u shfryzuan si të tilla. Zoti Kume, më lejoni t'ju bëj një pyetje. Zhvillimi i fushatës elektorale është një detyrim kushtetues për kandidatët pjesëmarrës në zgjedhje apo është në vullnetin e tyre të lirë të bëjnë apo jo fushatë zgjedhore? Fushata zgjedhore është një mundësi që jepet subjekteve politike dhe kandidatëve për të realizuar kontaktin, komunikimin me ata që ju kërkojnë votën, me ata që do të votojnë, pra me qytetarët, për t'u mbushur mendjen, në thonjza le të themi qytetarëve që të mbështesin alternativën e tyre, kandidaturën e tyre, sepse dhe gjithë ajo sepse pastaj bëhet në kuadër të aktiviteteve që zhvillohen si pjesë e fushatës zgjedhore. Kështu është e njëjta pyetje, të njëjtën pyetje ju mund ta bëni. Një biznes i cili ofron një produkt ose një shërbim të caktuar, e ka detyrim me ligj që ai të na tregojë se ç'është ky shërbim ose ç'është ky produkt që na ofron dhe çfarë të mira do kemi nëse e marrim, e blejmë këtë lloj produkti ose këtë lloj shërbimi, apo nuk e ka detyrim. Përgjigje mund të japim më një herë, jo mos e ka detyrim, po dojë ta bëj, po dojë mos ta bëj. E njëjta gjë edhe për subjektet politike dhe kandidatët. Po mundësit t'ja u krijon ligji, apo jo? Bile jo vetëm kaq, po ju jep edhe mbështetje financiare nga fondet publike, siç dihet, siç është e përcaktuar sot në legjislacionin tonë, në kodin zgjedhor, po duan ta bëjnë, po duan mos ta bëjnë. Nuk është detyrim ligjor, po është mundësi ligjore. Keni një parashikim për sa i takon pjesëmarrjes në zgjedhjet e sotme, zoti Kume? Pjesëmarrja. Do të ketë interes nga qytetarët, mendoni? Për mua nuk do të jetë pjesëmarrja, paktën për këto 5 bashki për cilat po zhvillohen zgjedhjet, si indikatori për të thënë pastaj se ky proces ishte proces normal zgjedhor, proces që plotëson apo jo standardet të tjera, sepse ka shumë faktorë që ndikojnë në interesin pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë proces zgjedhor. Mos harrojmë që edhe në zgjedhjet e kaluara të përgjithshme për organet e qeverisë vendore. Në këto njësi ose në këto bashki në të cilat sot po kryen zgjedhjet, pjesëmarrja ka qenë për shembull në Vlorë, ka qenë diku te 29.5%, pra diku te 30% ka qenë pjesëmarrja. Në Tepelen 40, 46, 45, 46%. Në Cerik 41%, në Berat 38.5% është pjesëmarrja. Pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe mos harro që në ato zgjedhje, pra me këtë pjesëmarrje qytetarët kanë votuar.
për kryetarët e këshillave të njësive vendore dhe për këshillat bashkiake. Kjo e dyta është shumë e fortë për të grumbulluar vota se sa e para. Sot se kemi. E tjetër, ka votuar për mandate të plota. Kjo janë vetëm mandate kompensuese, pra për kohën e mbetur, 1.5 vite gati. Kështu që unë nuk pres që të ketë pjesëmarrje, përsa kohë që si faktor të rëndësishëm për mua, ne i cili ka efekt në pjesëmarrjen e ulët, jo vetëm këto që thash, po janë po i thash, edhe fakti që ne nuk ditëm dot që ta përdornim të proces zgjedhor për të testuar dhe për të treguar pasaja si një projekt pilot, për të treguar se çfarë duhet bërë, si duhet punohet dhe çfarë mekanizma duhet të vëmë në veprim për të bërë edhe një herë, po them, është shumë e rëndësishme për mua kjo. Qytetarin, jo vetëm votues, po edhe garues. Nuk e bëm këtë gjë. Nëse do kishim arritur që të ngjallim një të tillë qasje tek qytetarët ndaj këtyre proceseve zgjedhore, unë do të prisja që pjesëmarrja në këto zgjedhje të ishte më e madhe edhe se pjesëmarrja në zgjedhjet e fundit për organet e qeverisjes vendore. E pa bërë kjo gjë, shtuar dhe gjithë atyre faktorët që thash, pres që të kemi përqindje më të ulët, nuk di se sa, më shumë të ulët, në krahasim me zgjedhjet e fundit të bëra për organet e qeverisjes vendore në këto 5 bashki. Zoti Kume, në komunikimin e para disa minutave, orëve, le të themi, të kreut të KQZ-s, ndër të tjera u përmend numërimi i votave nga inteligjenca artificiale, po këtë projekt pilot si e shikonin gjykimin tuaj? Jo, të përdorsh në funksion të një aktivitetit të në të rast në funksion të zgjedhjeve. Ato që ka realizon teknologjia e informacionit është vetëm rrugë e mirë në të cilën duhet ecur. Të përdorëshin të inteligjencën artificiale për të vlerësuar dhe numëruar votat, po ashtu për mua është një projekt pilot i cili jo vetëm që i ka për të qenë i suksesshëm atje ku do zbatohet, nuk shtuhet pres që të ndodhi, por përveç kësaja, pas kësaja, edhe forcat politike të jenë dakord dhe ne ta përfshim këtë procedurë për ta realizuar si të tillë pra numërimin dhe vlerësimin në fëmijët inteligjencës artificiale në të gjitha rastet kur do kemi procese zgjedhore. Që se sa e mundshme është për të realizuar kjo dhe sa e suksesshme është realizuar kjo, unë po i sjell një shembull tjetër që duket s'ka lidhje fare me këtë gjë. A e keni dëgjuar faktin që studentët nuk lejohen që në provime të shkojnë me celular, nuk ju lejohet celulari, e keni dëgjuar të gjë apo jo. Dhe pse? Sepse ç'bëjnë studentët në këtë rast? Pasi marrin tezën, e fotografojnë në celular dhe thrasin pastaj inteligjencën artificiale të japi përgjigje. Apo. Kjo ka bërë që në gjitha rastet që është lënë një gjë e tillë, studentët janë klasifikuar të gjithë kalusa. Edhe pa qenë asnjëherë në leksione, pra pa qenë fare i angazhuar, ai ka marrë notat maksimale sepse se ka dhënë ai përgjigjen, po e ka dhënë inteligjenca artificiale. Kjo inteligjenca artificiale për këtë gjë që po flasim ne, jo vetëm është e mirë pritur, por do thoshja unë pas saj është e dëshirueshme që partitë politike të pihen dakord sepse do heqim dorë nga njeriu totalisht. Neve e kemi teknologjinë e informacionit të përdorshme në procesin e numërimit dhe vlerësimit të votave, por vetëm si fotografuese. Ndjes, a ka vende të tjera që e kanë Jo, nuk di. Jo. Në djenin time nuk di. Do t'jemi të parët si me djellën, edhe sa i takon numërimit të votave. Absolutisht. Mund t'jemi të parët, s'do me thënë që të parët janë ata që kanë prur këto lloj produkti, apo pra që kanë sjell inteligjencën artificiale, kurse ne të tjerët jemi përdorus siç mund të jesh edhe ti dhe unë për çdo gjë që deri dje jemi referuar Google, apo tash i referohemi te inteligjenca artificiale. Pra, është një qasje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila duhet përshëndetur, me pak mundësi për të goditur politikisht, pastaj për të thënë që inteligjenca artificiale e lexoi votën për Hasanin kur ajo ishte dhënë për Hysenin, absolutisht është shumë e pamundur që të ndodhi një gjë e tillë, siç ndodh aktualisht sot kur ne përdorim teknologjinë e informacionit, pra ke parasysh kamerat të cilat fotografojnë çdo vot,
por ama vlerësimin dhe numrin e votave ja kemi lënë njeriu. Dhe ajo që bëhet pasaj nga gjithë ky shpenzim dhe investim jo i vogël që ne kemi bërë për të përdorur teknologjinë e informacionit në procese e vlerësimit dhe numërimit të votave dhe tabelimit të rezultateve, shkon dëm sepse themi jo, marrim atë që ka fotografuar pra teknologjia dhe kërkojmë ta krahasojmë me atë që ka vendosur njerëzia. Inteligjenca artificiale e largon faktori njeri në vlerësimin dhe numërimin e votave. Ndaj, edhe njerë po them, e ka treguar që është e zonja për ta bërë shumë mirë një gjë të tillë, shembullin javëllash me studentët të cilët kalojnë pa ditur asnjë gjë, marrin nota shumë të mira vite, pa ditur asnjë gjë, vetëm se përgjigjet ja u jep inteligjenca artificiale, dhe s'ka pse mos ta bëjmë. Pra, në gjykimin tuaj është pozitive. Meqense jemi te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, zoti Kume, si e vlerësoni performancën e këtij institucioni dhe më lejoni t'ju pyes edhe për premtimet që ka bërë kryeministri ditët e fundit sa i takon rritjes së pensioneve, rritjes së pagave e tjerë. Nuk interferon premtimet e kryeministrit me ligjin elektoral, meqense ishim prag zgjedhjesh dhe premtimet bëheshin 2-3 ditë para zgjedhjeve, dhe s'ka asnjë interferencë deri tani nga KQZ-ja. Shiko, është pak e vështirë që të mund ta gjykosh pastaj me një të rënd lapsit, faktin që jemi në kushtet kur është konsumuar ajo që nuk lejohet në kodin zgjedhor, në 91 dhe 92 të kodit zgjedhor, që ka të bëjë me përdorimin e aseteve publike dhe vendimari që janë me efekte në procesin zgjedhor. Pse? Sepse po ta lexosh atë që thuhet në ligj, bëhet fjalë jo për zgjedhje të pjeshme, po bëhet fjalë për zgjedhje të përgjithshme dhe në shumë raste bile për zgjedhje politike, as për zgjedhje lokale. Ose ajo që është dashur të rregullohej për zgjedhje lokale nuk u rregullua. Kam parasysh diskutimet që janë bërë për vendimarit 4 muaj përpara ditës së zgjedhjeve, të cilat e kanë një hapësirë të tillë, sepse nuk janë shkruar ashtu siç duhet, që bëjnë dallimin midis zgjedhjeve politike të përgjithshme dhe zgjedhjeve të përgjithshme për organet e qeverisjes vendore lidhur me sjelljen e qeverisë me vendimet që mund të marrë qeveria. Duke qenë se referuar kërkesës formale të ligjit nuk kemi diçka të shkruar për atë se çfarë duhet bëhet në varësi të kërkesave të këtyre dy dispozitave të kodit zgjedhor. Në rastin e zgjedhjeve të pjeshme nuk ka pse t'i kërkojmë pastaj institucionit përgjegjës, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ai të ishte angazhuar dhe pse nuk është angazhuar. I gjithë sepse përgjigje do të na jepte. Pastaj se në fakt a duhet apo nuk duhet të bëhet një gjë e tillë dhe ta lësh procesin të rrjedhë qet ashtu siç e kërkon, dhe të bëhet vetëm një garë e barabartë, se kjo bën garë jo të barabartë, kjo pastaj është pjesë pavarësisht se edhe nuk e ka shkruar në ligj në mënyrë eksplicite të qartë, kjo pastaj ka të bëjë me kulturën apo me sjelljen që kemi ne ndaj proceseve zgjedhore, por jo vetëm, e cila si e tillë çdon dhe se sa çdon kjo dhe se sa fort ndikon ky lloj çdimi, këtë e kemi tashmë të shkruar në dokumentin e publikuar nga Misioni Vëzhguesve Ndërkombëtar të OBSE-dit për zgjedhjet që sapo kaluan, zgjedhjet e majit të këtij viti, ku një ndër arsyet ose një ndër argumentat që ata përdorin si faktorë të cilët kanë shpënë në mosplotësimin atje ku duhet të standardeve për procese zgjedhore demokratike, jetë dhe ky problem që ne sapo tham. Ashtu sikurse detyrimi që kemi të gjithë ne për të angazhuar tashmë në kuadrët e asaj që sapo po fillon pra reformës së zgjedhore, që jo vetëm të rregullojmë më mirë legjislacionin për të parandaluar sjellje të tilla, por shumë të tepër se sa kaq të bëjmë të gjithë bashkë për të ndërtuar mekanizma për të parandaluar këto çfaqjen e këtyre fenomeneve. Gjë që nuk është e thjeshtë për të bërë, ligjin edhe mund ta bëjmë, mund ta shkruajmë çik ndryshe, por zbatimin e tij pastaj ky është problemi i madh i shoqërisë tonë, i cili nuk zgjidhet as me një deklaratë,
dhe nuk zgjidhet as me një vendim, por është procesi gjatë kulturë formuese. Zoti Kume, përpara se t'ju pyes pak edhe për Kosovën, se dhe atje zhvillohen zgjedhje edhe sot, më lejoni t'ju pyes për median, si pasqyron media zhvillimet zgjedhore në Shqipëri në gjykimin tuaj? Pra, nuk po flasim më për zgjedhjet e kësaj të diele. Po flasim në përgjithësi, ku natyrisht edhe të sot me të pjesë. Në përgjithësi, s'ka pse flasim në përgjithësi, ne flasim konkretisht. Dhe konkretisht, ja ku jemi disa muaj nga zgjedhjet politike që u bën të 18 maj të këtij viti. Dhe se si media është sjellur ndaj këtij procesi zgjedhor, mjafton t'ju them vetëm faktin se edhe në vlerësimet që Instituti Shqiptar për zhvillimin e sistemit të zgjedhjeve ka bërë për këtë proces zgjedhor, vlerësim që produkt përfundimtar të tyre kanë vlerën e indeksit të integritetit të zgjedhjeve, indikatori media në fushatën zgjedhore, pra media dhe procesi zgjedhor, ka rezultuar i vlerësuar në nivel më të ulët se sa ato të zgjedhjeve të mëparshme dhe që mbetet në nivelin i ullet pare pranë të mjaftueshit, po më pak se sa i mjaftueshit, që do të thotë mbetet në nivelin e sjelljes së mediave në vendet që karakterizohen ose që zhvillohen si demokraci me të meta, që do të thotë demokraci në formë, por jo në përmbajtje dhe në sjellje. Ashtu sikurse duke u referuar direkt pastaja mediave në raportin e OSBE-dit përveç sabotash, apo theksohet fakti që media nuk i ka shpëtuar dot efektit të pronarëve të tyre të cilët janë të prirur dhe veprojnë në funksion të interesit të tyre, të biznesit të tyre, pra krah dhe në mbështetje të atyre tek të cilët po qese do të shkojnë, biznesin do ta kenë më të favorshëm, pra tek mazhoranta. Ashtu sikurse dhe mbretja që ka bërë, ose shënimi që ka bërë, ose BE-u lidhur me mënyrën se si institucionet që i ngarkon ligji si AMA në këtë rast, apo duhet të bëjnë monitorimin dhe vëzhgimin e qëndrimit të rolit dhe asaj çfarë bëjnë mediat në kuadër të zgjedhjeve. Dhe, për ta mbyllur pasaj këtë gjë, kemi një situatë e cila duhet vënë mirë në dukje dhe duhet me kujdesje të shtuar të trajtohet dhe të mos jetë pjesë anësore e problematikave që kanë të bëjnë me sjelljen e medias në procesin zgjedhor, që është media sociale. Media sociale si tashmë, jo më një risi, por si një përsëritje e rolit dhe efektet të saj në një proces zgjedhor. Përsëritje e cila ka bërë që të shmangemi nga standardet që duhet të plotësojnë në një proces zgjedhor demokratik. Mediat, si pjesë të tyre, ne e kemi totalisht jashtë vëmendjes, totalisht jashtë syrit dhe vëzhgimit të saj, dhe ajo media bën çfarë të dojë. Në të gjitha anët ajo është një keqje e madhe, kështu siç ajo sillet, ose siç ka mundësi, më mirë themi, siç ka mundësi të sillet media sociale e pa kontrolluar në ligji, bën që në përgjithësi media të ketë një rol jo ashtu siç pritet dhe duhet, pra mbështetëse e procesit zgjedhor, për të informuar zgjedhësin nëpërmjet saj, për të informuar zgjedhësin për alternativat, për të informuar zgjedhësin për atë çka ai pastaj dhe mbi bazën e atij informacioni ai të marrë vendimin më të mirë të mundshëm për kë do ta përfaqësojë, është duke u shmangur në mënyrë të vazhdueshme për mua, vazhdueshme duke e thelluar gjën nga një proces të tjetrin në drejtimin jo pozitiv, media audiovizive dhe media sociale tek ne. Është problem me të cilin ne na duhet që të ballafaqohemi dhe na duhet patjetër që të mund të veprojmë me rregullime që mund të bëhen në legjislacionin zgjedhor, dhe po ashtu edhe në rregullimin që duhet bëhen në legjislacionin për mediat. Zoti Kume, dhe së fundmi, jemi në minutat e fundit. Kosova është shteti më i ri, natyrisht ne kemi ndjesi shumë të mirë edhe krenarie kur dëgjojmë që proceset zgjedhore atje janë shumë më të mira se në Shqipëri, por nga ana tjetër ka keqardhje pse në vendin tonë të mos jetë kështu. Po, kemi dallime, jemi njëjti popull, por që
gjatë këtyre viteve, le të themi, apo gjysmë shekulli më shumë, jemi qeverisur në kushte të ndryshme, gjatë këtyre 30 vjetëve ne si një shoqëri e hapur, po ashtu jemi qeverisur ndryshe nga ata pasi u shpallën shtet në vete, gjithmonë kam parasysh procese zgjedhore në këtë rast, kemi kulturë ndryshe në përgjithësi ndaj qëndrimit ndaj ligjit, pra kulturën e atij që quhet shtet ligjor, nuk e kemi njësoj si ne shqiptarët në Shqipëri me shqiptarët në Kosovë dhe sjellja po ashtu në një proces zgjedhor ka dallim të rëndësishëm, e cila vjen jo pse ata vlerësojnë shumë votën nga që vlerësojmë ne, por sepse ata kanë krijuar si komunitetet, si shoqëri, sjelljen çik më ndryshe nga ne ndaj të drejtës që ke dhe detyrimit që ke për të përdorur votën si instrumenti nëpërmjet cilit mbi bazën si ndërtohet pastaj gjithë ngerhina institucionale dhe shtetërore e vendit. Pra, dallojmë nga njëri tjetri, pavarësisht se flasim të njëjtën gjuhë dhe i takojmë të njëjtit kom, nga historia se si ne jemi zhvilluar, nga kontaktet që kemi patur me botën ne dhe nga kontaktet që kanë patur popullata në Kosovë me botën, qoftë edhe në kohën e diktaturës, dhe nga gjithçka çfarë neve kemi bërë në këto vite në post-diktaturën, në Kosovë dhe këtu në Shqipëri. Shiko, ne zbatojmë të njëjtin sistem për shumë për zgjedhjet politike. Sistemi proporcional, si këtu dhe në Kosovë. Atje është sistem proporcional me një zonë zgjedhore, gjithë Kosova këtu është sistem proporcional me 12 zona zgjedhore. Konsiderojmë ne në diskutimet që bëjmë se fakti që kemi 12 zona zgjedhore ndikon negativisht në mundësi që ka ky sistem për të prodhuar qeverisje që t'jenë për nga struktura politike e tyre, pra një kuvend që t'jetë për nga struktura politike e tij sa më afër asaj çka shprehin zgjedhësit në kutitë e votimit, dhe përpasoj edhe një qeverisje jo stabël, pra jo një mazhorancë fort, gjë që në Kosovë nuk e ndeshin gjë të tillë. Dhe kjo, një arsye është fakti që kemi një si zgjedhore, por në arsye tjetër është edhe fakti se mënyra se si ata e zbatojnë përveç kësaja sistemin zgjedhor proporcional, si sillet dhe qytetari ndaj mundësive që ofron procesi zgjedhor proporcional është më ndryshe se sa tek ne. Dhe atje kemi problemin tjetër, nuk ka, pra ata e psojnë atë që ju jep sistemi proporcional. Nuk arrin dot të ndërtojnë mazhoranca të qëndrueshme, por duhen patjetër që të kenë koalicione pas zgjedhore që të mund të ndërtojnë mazhoranca. Shiko, pra, i njëjti sistem, mënyra e zbatimit i proporcional e kemi ne, proporcionale e kanë ata, mënyra e zbatimit na dallon nga njëri tjetri për dallimin i cili na shpije në ndryshime esenciale në produktin përfundimtar që ka, pra, në kuvendin e Shqipërisë dhe në kuvendin e Kosovës. Për shembull, ne themi që kemi profesionale rajonal, ata kanë profesional të pastër dhe përpasoj kanë këto gjëra, po duhet të dish që në Kosovë është duke diskutuar, jo pak, varianti që të kalojmë në një sistem me rajone, dhe këtë ka propozime nga më të ndryshme, ndër të cilat për shembull ndarja e Kosovës në 6 rajone zgjedhore është nga më të diskutueshme. Pyetja, po mirë, pse? Pse si referohen Shqipërisë ata që shikoj se që bën sistemi rajonal Shqipërisë? Dhe unë ka patur rasti që ta diskutoj me kolegë nga Kosova këtë gjë dhe përgjigjja ka qenë fare thjesht për tyre. Po ju një vend kaq i vogël e keni ndarë në 12 rajone. Ndajeni në pak se sa 12 rajone, edhe më ka thënë siç e keni propozuar dhe ju zoti Kume, ndajeni Shqipërinë në 4 rajone dhe do shikoni që nuk do keni më probleme të përfytyrimit të mënyrës së veprimit të sistemit proporcional, përfytyrim i cili formësohet me faktin që prodhon zgjedhjet mbi bazën e këtij sistemi, arrin të prodhojnë mazhoranca të qëndrueshme, mazhoranca të fuqishme. Pse? Sepse e zbaton i keq këtë sistem. Zoti Kume, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë së bashku. Ju uroj ditë mbar. Gjithë të mira dhe ju e uroj. Faleminderit. Ju falenderoj. Ishte zoti Krista Kume, zonja dhe zotrinj, shkreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, një nga njohësit më të mirë të ligjeve elektorale në Shqipëri. Diskutuam
për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki të vendit, po jo vetëm edhe për ligjin elektoral edhe shumë problematika të tjera të Shqipërisë edhe në Kosovë ndalën për pak çaste. Ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.